që të është e kjo afër, ju falenderuan këta për fitoren në Prishtinë apo jo? Dej me tash ju, të shohëm masanej. Ku është kamera, në mbaj për ata dy? Po, se për 2700 vota dallimi është... Zema? I falenderoj gjithë qytetarët e Prishtinës që kanë mbështet zotëri Përparim Ramën në ballotazh, në garën e ballotazhit. Unë mendoj që edhe ata të cilët janë deklaruar publikisht, edhe mendoj që nëse i krahasojmë si kandidatura, qytetarët kanë vlerësuar. Po edhe si subjekte politike, unë e thash edhe në fillim, nuk dashta me egzageru as me tingëllu subjektiv. Prishtina është më specifike, është qytet universitar, dallon nga qytetet. Ato që i tha Dardani me të drejtë këtu nuk joshen njerëzit ose nuk ndikohen shumë nga varfëria e madhe si që është në Kosovë, nuk mundesh këtu me shku me mashtru dikant me një thes mil ose me të ndërhyrje që janë pak më të lehta për me ndiku të vota, edhe kjo është emancipim. Kush është më meritori për fitoren Prishtinë, Përparim Rama apo Lumira Dixhiku? Lidha Demokratike e Kosovës, shtabi kryesit e degëve dhe në degëve dhe gjithë qytetarë, ka dhe antarësie PDK-s, të aleancës, të vetëvendosjes, PSD-s, që kanë përkra, me pas pe i rundit parë e kanë ndryshu votën edhe kanë votuar.